Përdorimi dhe siguria e kartelave bankare. Kartelat bankare janë instrument pagese të cilat përdoren për të kryer pagesa pa para të gatshme në të gjithë botën. Ato mundësojnë pagesat për mallrat apo shërbimet e blera, tërheqjen e parave të gatshme në terminale të caktuara, si dhe blerjen përmes internetit. Pra, kartela bankare paraqet një kartel me shërit magnetik ose çip, ku në mënyrë elektronike ruhen të dhënat. Ajo duhet të përmbajtë të dhënat e përcaktuara me ligj si logon, emrin e bankës, emrin e bartësit, numrin e kartelës, e të tjerë. Ndërsa në pjesën e pasme të kartelës është shënuar kodi verifikimit apo Card Verification Code, që është një mbrojtje e kartelës gjatë transaksioneve përmes internetit. Në Kosovë janë më të përhapura sistemet globale si Visa dhe Mastercard. Kartelat bankare ndahen në kartela debiti dhe kartela krediti. Kartelat e debitit janë të lidhura me llogarinë tuaj bankare. Ato mundësojnë pagesën dhe tërheqjen e parave të gatshme deri në shumën e mjeteve të cilat i keni në llogarinë tuaj, si dhe shumën e lejuar nga banka si tërheqje. Kartelat e kreditit funksionojnë sikur një kredi. Ato mundësojnë pagesën për mallra dhe shërbime, të cilat duhet t'i ktheni më vonë me një interes të caktuar. Pagesa me kartel bankare bëhet përmes pikave të shitjes, point of sale, POS, te arkat e pagesës. Për të paguar, i dorëzoni kartelën arkëtarit, i cili pas verifikimit e proceson pagesën në POS, duke kërkuar nga ju të shtypni PIN kodin, i cili është sekret. Pastaj, procesohet pagesa dhe shtypet fatura në 2 kopje, për ju dhe për tregtarin. Në mënyrë të ngjashme bëhet edhe tërheqja e parave të gatshme apo pagesa në sportelin automatik, ATM. Vendoset kartela në vendin e përcaktuar. Përcillen udhëzimet të cilat paraqiten në ekranin e aparatit dhe duke shënuar PIN kodin e kartelës, vazhdoni me tërheqjen apo pagesën. Në rast se në llogari ka fonde, ATM do të ekzekutojë tërheqjen apo pagesën dhe do të merrni paratë tuaja dhe faturën. Duhet të keni kujdes me ruajtjen e PIN kodit të kartelës tuaj. Informacionet mbi kartelën tuaj nuk duhet të jepen përmes telefonit, e-mailit apo në formë tjetër të pasigurt. Në rast të humbjes së kartelës, lajmëroni menjëherë bankën tuaj, e cila do të bllokojë kartelën menjëherë për të parandaluar keqpërdorimin e saj nga persona të paautorizuar. Përndryshe, ju mbani përgjegjësi për çdo humbje, si pasojë e keqpërdorimit të kartelës deri në momentin e lajmërimit të humbjes apo vjedhjes së kartelës. Gjithashtu, keni kujdes me blerjet përmes internetit. Para se të vendosni të dhënat e kartelës tuaj në internet, vërtetohuni se faqja ku ju jeni duke kryer blerjen është faqe e sigurt, duke shikuar nëse web faqja përdor prefiksin HTTPS dhe jo HTTP, që tregon për qasje të sigurt.